Sezoni turistik pritet të jetë i mbar këtë vit, e shenja treguese për këtë jep muaji i shkurt. Numri i vizitorëve të huaj dhe vendas që u akomodua në hotele apo ambiente të tjera pritse u rrit me 9.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Për të huajt, zonat në veri të vendit dhe ato jo bregdetare ishin më tërheqëse. Sipas të dhënave të Instat, dhenet qëndrimet ishin në një kohë më të gjatë krahasuar me shkurtin e vitit të shkuar. Shtetasit nga Italia kryesojnë numrin e vizitorëve me 30% të totalit, të ndjekur nga Kosova me 15%. Më tej vijojnë britanikët, gjermanët e francezët, pa përjashtuar dhe shtetet të tjera. Edhe pse moti ka qenë me temperatura të ulta dhe me shira, hotelet kanë shfrytzuar 16.7% të kapaciteteve, një shifër e lartë kjo për periudhën. Rritja e numrit të turistëve përkthehet dhe në konsum, por dhe në ndryshime të ekonomisë. Sipas Instat, në mars 2026, eksportet e mallrave Made in Albania arritën vlerën 32.7 miliard lek, duke u rritur me 4.1% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shtesë njohën dhe importet që prekën 80.3 miliard, duke u rritur me 8.8% në krahasim me një vit më parë. Mineralet, energjia e mëtej makinerit kanë kryesuar rritjen e eksporteve, ndërsa ushqimet dhe makinerit janë në krye të rritjes së importeve.